Mirë se vini në Kids Day. Si prind, është e rëndësishme të jeni të informuar për gjithçka që ndodh me fëmijën tuaj gjatë kohës kur ata janë në qerdhe apo në kopsht. Kids Day është një aplikacion që ju mban të lidhur me çdo moment të fëmijës tuaj. Ju mund të shihni çfarë ka ngrënë, si ka qenë me disponim, çfarë ka mësuar dhe mund të merrni raporte të detajuara me fotografi nga dita e tyre. Përmes aplikacionit Kids Day, ju mund të komunikoni lehtësisht dhe direkt me edukatorën e klasës përkatëse, mund të caktoni takime për të diskutuar rreth zhvillimit të fëmijës tuaj apo takime sipas nevojës. Ju mund të informoheni për ndonjë event apo ditë pushimi dhe gjithashtu mund të shihni faturat apo pagesat tuaja lidhur me kopshtin. Çfarë përfitoni ju si prindër me përdorimin e aplikacionit Kids Day? Me përdorimin e aplikacionit Kids Day, si prindër përfitoni informacione në kohë reale. Ju nuk keni më nevojë të presni gjatë tek dera për raporte fizike nga edukatorja, pasi që tashmë keni marrë të gjitha informacionet përmes aplikacionit. E dini si ka kaluar dita e fëmijës tuaj, çfarë ka ngrënë, si është ndjer e shumë detaje të tjera. Ju gjithashtu përfitoni raporte të detajuara me fotografi. Çdo ditë do të merrni një pasqyrë të plotë të aktiviteteve të disponimit, gjumit, ushqimit, hidratimit, shëndetit, të shoqëruara shpesh edhe me fotografi që ju bëjnë të ndiheni më afër. Komunikimi i lehtë me edukatorën. Në vend të telefonatave apo të mesazheve në rrjetet e tjera sociale, ju tani mund të shkruani direkt në aplikacion dhe të merrni përgjigje më të shpejtë nga edukatorët e klasës përkatëse. Ju mund të përfitoni një organizim më të mirë familjar. Informoheni me kohë për çdo event, për çdo ditë pushimi, feste apo vizite jashtë kopshtit, kështu që nuk ju ikën asnjë informacion i rëndësishëm. Ju përfitoni takime për progresin e fëmijës. Mund të rezervoni takime me edukatorën për të diskutuar zhvillimin e fëmijës pa pasur nevojë për kërkime të gjata apo përpritje. Përfitoni fatura digjitale dhe dokumente të organizuara. Gjithçka në një vend, pa stres dhe pa letra në çantën e fëmijës tuaj. Me Kids Day, ju nuk jeni vetëm prindër, por jeni partner aktiv në përditshmërinë dhe zhvillimin e fëmijës tuaj. Si duhet të regjistroheni në aplikacionin Kids Day? Ju si prindër do të njoftoheni nga administrata e kopshtit përmes një mesazhi në Viber, WhatsApp apo platformat e tjera komunikimi lidhur me regjistrimin në aplikacionin Kids Day. Së bashku me njoftimin do të merrni edhe një formular regjistrimi, të cilin duhet ta plotësoni me të dhënat tuaja. Nëse keni më shumë se një fëmijë në kopsht, është e rëndësishme që të plotësoni një formular të veçantë për secilin fëmijë, në mënyrë që të dhënat të regjistrohen saktë për të gjithë. Hapat për vendosjen e fjalëkalimit dhe instalimi i aplikacionit Kids Day. Në momentin që administrata e kopshtit pranon formularin tuaj të regjistrimit, kontrolloni emailin tuaj, do të shfaqet një buton Set Password apo vendos fjalëkalimin. Klikoni mbi të dhe krijoni fjalëkalimin tuaj për të hyrë në Kids Day. Krejt në fund, vizitoni App Store ose Google Play dhe kërkoni Kids Day App, varësisht se çfarë telefoni keni, dhe instaloni aplikacionin Kids Day në telefonin tuaj. Kyçuni me të dhënat tuaja me username apo me email dhe passwordin që e keni vendosur.